Folin për temat tjetër. Çfarë ndodhi mas që u ktheve? Po vdish mami 99 pra me plumë qarë, u vra në shtëpi. Me plumë qarë, 99. Unë mendoj që kam vrar me qëllimisht. Unë këtu e kam hamendjen time, kupton? Babi thotë ka qenë aksidentalisht. Ja shu ku e ke rikoshet, s'ka rikoshet, me një shenjë ishte ul, me sinra e sniper, me revolin 99, gënë çu. Pse ta gruzojnë, pse ta vrisin? Se dita naça, ka ditë shumë gjona. Shumë e zonja. A ka dash me vra babën, e ka vra gabimisht mamën, nuk e mora vesh. Se babi bëri heroizma në 97-ën, mori vetë komandën qendrore. Jo hodhi granatat në erë, erdhën për zaptu për merr gjeneratorët, hodhi granatat në erë, tha përpara se të kalonin muta do vdisin gjithë bashkë. Ushtarak ta bën. Ushtarak baba 43 vjet, shkollë Skënderbej. Po. Tash ti inxhinier elektronik. U ktheve. Ma marrë me Sokol Hoxhën ditën. Po. Me në klasë me Sokol Hoxhën. Tash ma 74 kam marrë për radio, për elektronik. Po, inxhinieri elektronik. Elektronik, mami për biokimi, po. Tash ti u kthyet me gjithë motrën. Sonita marrë për anglisht, gjuhë e huaja pastaj. U kthyet me gjithë motrën. Motra u kthy në 2002, marrë diplomën 3 vjeçare atje se bëri shkollë besme motra. Ishte Partizani viti i parë, vit 2, vit 3, vit 4, bëri në një vit e bëri në Oklahoma përballë shkollës sime të Roberts University, Tulsa Oklahoma, te Victory Christian School. Po. 2 vjet tjerë bëri te familja ime në Colorado. Shkoj atje. Tash me atë eksperiencë sa ke net në Te Faith Christian Academy, po. Masnej nuk punove, marrut u kthyet. Nuk ka punuar, më ka punuar gjithkohë 4 punë. Jo, unë po them kur u kthyet pastaj morarove diplomat u kthyet. Mora 2 OPT unë, mora një OPT në bachelor, mora një në master, dhan OPT optional practical training. Dhan le punë 1 vjeçare, green card 1 vjeçar. Po. Me drejt që të rinovosh të bësh viz punë, pastaj ka viza punë dile green card, nga green card 5 vjet bësh pasaportë. Po, pasaportë. Pse nuk i bënë këtë? I dia të gjitha si ishte presidenti i trupit studentor, student ndërkombëtar. Unë si student ndërkombëtar, rekrutoja nga vende botës. Pse nuk i bënë këtë? Si bona se më thanë kështu, bjeri shkurt tha, quhet tha që vrave, mami është vrave politikishta. Ta nxjerrim gazetë 2-3 artikuj Shqipëri tha, e përkthejmë noter tha, artikuj Shqipëri tha, e nxjerrim kur është vrave politikishta. Në ISHP, kupton? Nga ISHP-ja. E tha nxjerrim artikuj para gjykatës dhe merr direkte atë azil politik. Ma bëri njëri nga Tulane University, që ishte më i mirë për marrëdhënie ndërkombëtare, për ligj ndërkombëtar. Law, international law. Merr dhe më tha, t'jap drekën, më dha drekën, më dha të gjitha, tha $500 po puna, tha aku. $500 është lirë fare. Lirë fare. Lirë fare pa bësh pasaportën. Azil politik pa marr green card me marr pasaportë. Po pse si bone? I thash nuk është vrarë për azil. Baba më ka thënë se nuk është vrarë politikisht, është vrarë aksidentalisht tash. Se nuk është baba. Baba ushtarak i vjetër, diversion. Diversion baba. Zonë më përfitu, thoshte, jo u vra kështu, jo kështu, tregonte pralla me mbret. O babë si është vrarë më e gjeni dot apo se gjeni dot tash? U morën pyetje xhaja matha tovi tha po. S'flet. Mirë. Po pastaj u kthyet në Shqipëri. Çfarë vini? U kthea për varimin një herë. Varova me Rodney Tillin, erdhi në Atlanta. Ishte dita e Super Bowlit, 99. 31 dhjetor, e më mes si sot, 31 janar, fal. Se 25 janar u qollu me plum mami në shtëpi, 7 ditë shkoi në Janin, 6 ditë. Ishte në koma. Neurokirurgu nuk ka operoj, neurokirurgu në Janin. Tha nuk ka operoj dosë s'ma merr përsipër anestezisti, tha se është në koma dhe nuk e di është në koma apo do vdesin në anestezi. Se marrë dot përsipër të heq plumi tha. Kur tha të heq plumi, tha çka kush heq plumi? Valentina i di ka plum? Mu më thanë që ka hemorragji cerebrale tash. Jo tha ka plum kokë tha, çe hiq dot. Kamrat e Maybe Center në Oklahoma, Tulsa Oklahoma rash për tokë. Ishte me AT&T, telefon me AT&T, me fish, me coinsa, me kartë, me kartë. Kanë qenë kartë. Kartë telefonike.